mendoni që tjerët e bujnë përfitime këta mjek popullore këta që po dalin? Në likur të aty në është, e bojshin me shnet. Ilaç për kancer. Kancer nuk e kam përdor qindra, po 3-4 që ka pas edhe ky efekt. Pije strikt, pije që ka qherë në ditë, pije që shtu. Që ta është që amron sy është besht kali. Që kjo ilaç tash, është për lëkur po thot? A dhe që kjo ilaç është një ilaç prime që ka dhënë rezultate fantastike. Unë ka një herë edhe epidem që unë koqë si kohët gati jam të marrë me ta, po dopi tyne, për shembull që edhe vetë pse jam të marrë, nuk e kum ditën se janë prime qaq të mirë, qaq shërus. Se, si kemi ditë, na nuk kemi njofë për para, kemi shkel nga përbim shëruse, mjekuse, atje në ku i farë veni jem, atje në komunë Shtërpsës Paloj që është. Veni është shumë i mire, banat janë, do më thonë, tepër që kanë veti shëruse të forta. Tash, masi une me këto tumor, gjatë kohës, kam vrejt të pacient, të klient, për shembull që kjo nuk ka orë spontan që veti për këtë farë produktin. Sigurisht ka marrë dhe ka lyp eksakt. Se diku i ka bo, hajre ka cita aty në atë pikën kohë desht nasi. Po shka deshta me thonë edhe unë e vetë që tash jam të uqudit se për i me se sa të vleshme janë konë këta. Edhe vetin unë e që shme thonë nuk me një farforme, nuk ja tham vetit pse jam marrë me të se nuk ja ka vlet, po ja ka vlet bash fantastik. Po se vetë pacientë në klient vinë Me thonë, mendon që edhe ma mirë është me qëto bio se sa me ilaçe mjekësore apo trona, që kanë efekt ansore. Mas mirë me këto produkte, jo që mirë na unë me ta. Mirë në plot tjerë, po duhet për me pas edhe stresht. Shpëllonet e që ta plot tjerë. Hajde. A janë që ta plot tjerë të vërtet? Ata Që po daljen me ilaçe kundër lloje ndryshme të smundjeve? A duhet me ju besu që aty, me qenë se te ja ki dorën këtë lami, e bën gjithë shka bio, nëse del dikush pas teja? Qaja mendimi mirë po ma lexon di këta, se për shembull kur vjeni su kjo pacient ose ai që thirrën telefon ose ai ka fitu bindjen, po ka një spontanitet që hin mrena dhe çto fjalët e tua i ka dyshimta. Domthon kur vjet e une mi baket çto pyetje se a jam unë ai vërtet, janë çto bim që kanë ka përsyn na përdor teme, që janë terë na përdor teme. A jam ai që i njoh mirë apo den mi avllon. Pse ka trubullime, ka trubullime që ta e zbehin besimin e tina. Ai për me kur duhet me hin lokal, duhet me pas besim, duhet me pas atë besimin e fitum. Po ja ka trubullu dikush, për shembull online, apo dhe në online që kanë ble, kam raste për shembull dikush që ka blejën për që kapet ilaçin e pushra ose të lëkurës, e zbuktit, e kushet se shka, thotë e kom përdor 3-4 herë, 5-6 herë jam myt të ble, sensum kanë joftë. Në kur vjetë one, ketë ato në që i ka hik atje dhe që jo shpenzu, e lyp atë farë vërtetimin të one, se po shpenzuhet apet, apo den, a i ban hajra, si ban hajra. Ko gjë është problematika aja. Që unë një juve edhe di që është gjithë shka bio, se edhe vetë jim shëru të kjo. Mirë po a mendon që disa të tjere bujnë për biznes edhe përfitime personale, unë e di që ju nuk e bëni për përfitime. Se unë mund ka rastis këto që ke dhonë edhe pa parja u ke dhonë. Qashtu. Pa pages. A mendoni që tjerët e bujnë përfitime këta mjek popullore këta që po daljen? Qatë problemi është adeja që unë për tjerë s'muj me full, apo den, se hetë se dije, apo den, unë vlas vesh për vetë vetën, apo mërë vesh, me bu me full për tjerë, se di. Ata në likur të aty në është, e po eshin me shneta. Mjafton kja. Apo den, unë... Tash këto kemi. A të marrë qëto? Pa, mereve? Unë i lo. Që kjo është në gjendje të langë. Që kjo ka... litra. Ose një litër. Vretërish. Ilaç për kancer. Kancer nuk shkrive është. E kam përdor, shta thash, disa herë, 3-4 pacienta, nuk e kam përdor qindra, po 3-4 që ka pas edhe kjo efekt. Shka tash për shembull kum shtida këta fruta malur, veç me fruta malur. Që kom përme? Sot merku me bu. Valla merk, ko që shumë ku. Se unë për shembull i produktet kryesore që do tjera nuk i asi, po se ta lodhi dorën po. Tri kryesore janë aronia, boronica edhe shtogi. Shtogi duhet më konë fruti. Ama shtogi duhet më konë në atë gjendjen e pjekt. Jo
me përqindje, pëse më 70% i jeshilt, si thujna, i gjelbërt. Ai i gjelbërt është toksik, nuk është i mirë. Megjithëse edhe në perëndim, për shembull, kogje shtogin e konsiderojnë si toksik. Po për smundjet e kancerit, toksinat janë me të vërtetë është lune. Sa ko interesem. Ka. Ata që e njohin, ata për shembull hinë e lexojnë shtogu, kur e lexojnë shtogun, frutin, jo gjethen. Kam unë edhe gjatë shtogit, që ku e kam dokut që të dikun e ka. Gjeta. Kjo është atë shtogu, kjo është gjethi. Ky për me i për cimologa, për që tash për në kod tashtit, për ftofje, mushkëri, për frimorja, pëtën, të dyja, mirë, po kjo është ai që ka ai diçka të cesë në mushkëri, pëtën, mirë, po jo për një ditë, një javë ditë, 2 javë ditë të janë terapia, pi një muaj e gjysë, e tani, po. Më aftë ka një. Mundën me provu me një, me shëru më konë me një, të na shka të është, më konë me, smundjet e rona me një. Ako, klienta që të thujnë, do me thonë lypin garancion prej teja, që a ka më mshëru ajo. Atë ka për shembull, po jo edhe tepër të ashtu, dhe nëse e din ato, po ka dhe asi që të qesin në sitën shu është du më dhonë garancion. Rast që nështë nuk i ka ndiku dhe të ka fajsu, qysh, se së më dikaj, se ti as zot as mjek nuk i. Ja, ashtu, po dhe bëll mirë për thu që ata, që ajo probleme që për shembull une këtu në i shesin që të farformën se që jam këtu, apo den. Mirë po, ai pacient ose klient, kur i merr produktet e në shon derën e shkon, nuk e di mo, ajo përmbahet fjalëve të mia që ja kum thonë lokal. Pije strikt, pije që ka qherë në ditë, pije që shtu, apo den. Në kohë sa ai ku shkon të shtëpia në ashta kur e pjen se ka kërku astu, në shije i do këtë ku me ditë se qysh i bajatëshëm. Një herë e pjen 3-4 ditë se pjen, e ajta në mundot më këthyë më thonë së mbon e hajrë, po i di pak parafërsisht apo den se ku është problemi. Pse? Se marrë me atë tjetrin, po i njëti që e ka përdorë dhe i kam shelë sytë e ka qutejnë, thonë, thot mu mbon e hajrë, ati si bon e hajrë. Që ta është që amron sy është besht kale. Po, pak më herë të përshët që e morë një pacient dhe thash që sune e zune, se ai erdhe e morë me gruën e vetë, e gruja ka gurin veshka. Pasha zotin, më herë të erdhe, tonë se pe baj që të be, edhe tha erdhe me një shishe të vogull, që pak ma të vogull, se që kjo. Po e vitit 2023, na jemi vitin 2025. Si ernek, si mistil, si mustër, që shumë në thonë ase, që ja ka dhonë dikush shko me rrete kë. Për ka për? Por, jo, nuk e kom po shkruun edhe to. Për veshka, prostat, izën, e diçka o izën, mas shumë të për izën, iza grumbullon rër, ose zalë që i thujmë apo den, edhe ata të na, që ata kanë koqës si shumë problem, po dhe gurin veshka, po dhe një infekcione urinare. Ky ka dhonë prej merë rezultat shumë. Po si vjetëm të hime pak i, s'ko mujt me siguru shumë.